Edhe pse festat kanë kaluar tashmë, ndonse atmosfera ndjehet ende, dhuratat vijojnë të vinë për fëmijët e shtëpisë Zyber Allulli në Tiranë. Një çek prej 300.000 lekësh të reja i është dorëzuar fëmijëve nga drejtues të kompanisë Eagle Mobile dhe Alp Telekom. Parat janë grumbulluar gjatë fushatës humanitare iniciuar nga kryeministri Rama. Shqipëria uron, Shqipëria dhuron. Ne jemi sot së bashku këtu për të bërë prezente dhe për të dhuruar pikërisht atë kontribut, të cilin e dhuruar nëpërmjet mesazheve të urimit, qytetarë të thjeshtë, politikanë të ndryshëm, deputet, kompani të ndryshme, diplomat, dhe këtë kontribut ne menduam që duhet ta dhurojmë në këtë shtëpi këtu. Ka qenë një fushatë të jetë intensive, e cila është përcjell edhe përmes mediave dhe ju falenderoj sinqerisht për të gjithë prezantimin mediatik që i keni bërë fushatës son. Pjesë e kësaj fushate ka qenë edhe iniciativa e ndërmarrë nga kryeministri i vendit, Shqipëria uron, Shqipëria dhuron. Tani në mënyrë simbolike ne do i dhurojmë drejtoreshës dhe shtëpisë fëmijës Zyber Allulli këtë çek. Në emër të gjithë fëmijëve dhe të stafit, kam kënaqësinë t'ju falenderoj dhe t'ju vlerësoj për këtë akt kaq human, me kaq shumë dashuri për fëmijët.